ka fest të gjithë shqiptaria. Flamuri shqiptar valvitet në çdo dritare, rrugë dhe institucione, për të përkujtuar 28 nëntorin e vitit 1912, ditën kur u ngrit flamuri dhe u shpall pavarësia në Vlorë. Ne do të pyesim sot të rinj tanë se sa e njohin historinë e popullit dhe çfarë do të thotë kjo datë për ta. Na ndiqni. Është 28 nëntori, për çfarë feston Shqipëria? Që? 113 vjetorin e pavarësisë. Për pavarësinë. Për shlirimin. Shqipëria feston për festën e tyre ndërkombëtare. Për pavarësinë e vet. Përshëndetje, si jeni? Sot është 28 nëntori, për 8 nëntori, për çfarë feston Shqipëria? Për pavarësinë e vet. Për pavarësinë e vendit. Shqipëria feston ditën e flamurit. A ke kap ndaj me sot? Për ditën e pavarësisë. Në vitin 1912, Shqipëria domethënë u shpall shtet. Kjo është një festë e madhe për neve, për gjithë shqiptarët, si nga Kosova, si nga Shqipëria. Veç uroj që Shqipëria të jetë gjithmonë përpara dhe sa më shpejt të bashkohemi me Kosovën. Po flamurin! Ditën e pavarësisë. U shpall pavarësia dhe kush e shpalli? Në 28 nëntor 1912 e shpalli Ismail Qemali. Ismail Qemali në Vlorë, vitin 1912. Pavarësinë e shpalli Ismail Qemali. Pavarësia u shpall në vitin 1912 në Vlorë. A e shpalli Ismail Qemali. 1912. Po në që Ismail Qemali. Ku e shpalli? Në Vlorë, 1912. Ismail Qemali. Ismail Qemali në Vlorë. Ismail Qemali? Ismail Qemali. Në Vlorë, 1912. A duhet të festoj Kosova sot? Po si jo, Kosova vetëm është duke festuar. Përderisa jemi këtu sot, jemi duke festuar së bashku me ju. Sigurisht, ka qenë pjesë e jona për e. Pa. Po patjetër, po është pjesë e Shqipërisë. Sigurisht që po. Është festë kombëtare. Po, patjetër. Jemi një. Nëse do ishte një gjë që do e ndryshoje këtë ditë, çfarë do ndryshoje? Do ndryshoja që ka dy shtetet, Kosova, Shqipëria dhe domethënë gjithë konkurra shqiptar të ishin më të fortë. Ka shumë që për momentin s'po më jes me jeton. Asnjë gjë, më pëlqen shumë. Hartë, kufit. Kosova tjetë pjesë e Shqipërisë. Thjesht strukturat politike nashta i kisha ndru. Jemi live.